Unioni i Gazetarëve Elbasan, në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve Fier dhe me mbështetje të Unionit Kombëtar të Gazetarëve, ka organizuar një mbrëmje festive. Të ftuar në këtë mbrëmje ishin aktori mirënjohur artisti i popullit Luftar Paja, kryetari i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Qipa, drejtoresha e gazetës shqiptare.com Anila Basha, kryetari i Unionit të Gazetarëve të Fierit Vladimir Muça, gazetarët të qytetit të Elbasanit dhe ata të qytetit të Fierit. Kjo darkë kishte mbështetjen e kryetarit të Bashkisë Elbasan zotit Qazim Sedini, si dhe kryetarit të Bashkisë Fier Baftiar Zeqe. Besim Tybeli, kryetari i Unionit të Gazetarëve Elbasan, njëkohësisht dhe organizatori i kësaj mbrëmje, foli për bashkëpunimin e mirë të Unionit të Gazetarëve të Fierit me atë të Elbasanit. Mbrëmjen e ka përshëndetur dhe Aleksandër Qipa, kryetari i Unionit të Gazetarëve përgjithë Shqipërinë, i cili ka përfituar nga rasti duke bërë thirrje gazetarëve për të nënshkruar një marrëveshje për etik me gazetarit. Artisti i popullit Luftar Paja ka përshëndetur të gjithë gazetarët me disa pjesë humoristike, si dhe ka vlerësuar punën e palogjshme të gazetarëve. Në këtë mbrëmje nuk ka munguar muzika live nga një orkestër profesioniste. Vetë gazetarët kanë përfituar nga rasti për të kaluar çaste të gëzueshme mes mish. Mbrëmja është mbyllur me dhënien e disa certifikateve mirënjohje për gazetarët dhe kryetar bashkish dhe komunesh, dashamirës së gazetarëve.